më pak e presim, jeta na vendos përballë sfidave caktume për me testu kurajon dhe dëshirën tonë për ndryshim. Në momente të tilla është e pamundur të mendosh se nuk ka ndodhur asgjë, apo pranosh se nuk je i gatshëm t'ja dalësh mban. Sfidat nuk presin. Jeta nuk sheh pas. Një javë është një kohë më se mjaftueshme për ne për me vendos nëse do e pranojmë apo jo fatin tonë. Mos e ndjej asnjëherë detyrim t'u japësh sqarime apo shpjegime të tjerëve. Miqtë tu nuk ka nevojë të dëgjojnë, kurse armiqtë tu nuk do të kuptojnë gjithsesi. Sigurisht që në jetë ka dhimbje dhe beteja, askush nuk mund t'i shmang ato, por është më mirë të humbasësh në beteja, teksa përpiqesh të realizosh ëndrat e tua, se sa të mposhtesh pa e kuptu se për çfarë po lufton. Kur dikush del nga jeta jon, kjo ndodh sepse dikush tjetër është duke hyrë. Mbylli disa dyrsat. Jo për krenari, apo mungesë kapaciteti, apo arrogancë, por thjesht sepse çush jetu e pa dhe te nuk të qojnë në asnjë vend. Është e rëndësishme të kuptohet kur diçka ka arritur fundin. Rrath dhe porta që mbyllen, kapituj të mbyllur apo sido që t'i quajmë. Ajo që ka rëndësi është të lëmë në të shkuarën ato fazat e jetës që janë mbyllur tashmë.